Të nderuar ndjekës të portalit e Tova1, mirë se vini në episodin e radhës të Tekast. Sonte do të flasim për politikën, mediat dhe shoqërinë. Kam nderin të kem të ftuar profesorin universitar Faton Murseli, me të cilin do të bashkëbisedojmë këtë tema. Faton, mirë se erdhe në Tekast. Mirë se gjete i nderuar Rahim dhe shpreh mirënjohjen për këtë ftesë dhe ju uroj suksese në këtë podcast. Atëherë, Faton, ne thamë se do flasim për politikën. Më thuaj, në të nënvështrimin tuaj si profesori sociologjisë, ku është shoqëria shqiptare në Maqedoni në aspektin politik? Shive, mendoj se një pjesë të madhe të jetës sime edhe shkencore, por edhe si diplomuar, doktor i shkencave në lëmin e sociologjisë politike, ja kam kushtuar pikrisht, me ose pa dashje, studimeve mbi politikën, studimeve më të gjëra mbi politikën, mbi shkencën e politikës, por gjithashtu edhe një farë, sipas atyre studimeve, studimet mbi realitetin politik të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, pasi që ne i takojmë këtij kombi dhe jetojmë këtu, dhe mendoj që duhet një qasje, më shkencore ndaj politikës këtu. Në përgjithësi, skena politike në Maqedoninë e Veriut e kam shprehur, edhe në mediumet tjera, edhe në media sociale, kështu me radhë, është disi pak e koklavitur, dhe kam shprehur mendimin tim gjithnjë, jo vetëm sot, por mendoj që prej sa ekzistojnë partitë politike në Maqedoninë e Veriut, nuk ka ndonjë ide, nuk ka ndonjë mendim politik. Po sidomos sot kur kemi të bëjmë me shumë parti politike, siç e din edhe opinioni publik, të cilët bëjnë koalicione të themi të panatyrshme, koalicione jo ideologjike, edhe pse këtu në mes shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut ideologjitë janë pak të njohura dhe pak të zhvilluara për shkak edhe të numrit të vogël të popullsisë shqiptare këtu, por kohëve të fundit, sidomos zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet lokale, siç e dini, kemi dy tavore tashmë Vlenin nga një ranë dhe AKI-ja nga ana tjetër, të cilët partitë e vogla kanë bërë disa ecejake me unë të panatyrshme, disa me Blenin, disa me BDI-n, dhe kështu është përzier skena politike pa mos pasur ndonjë ide konkrete për zgjidhjen e çështjes shqiptare. Fatkeqësisht, nga gjithë këto studime që unë kam bërë, kam ardhur në një konkludim që nuk mund të ketë, ndonjë ide konkrete nga gjithë këto politikanët për zgjidhjen e çështjes tonë, ose me thënë të drejtën për atë që e kërkojmë vite me radhë, barabarsinë etnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, dhe pasi që nuk ka, një ide të tillë ose një orvatje të tillë, atëherë mendimi im është që partitë ose aktorët politik duhet të merren me çështje të tjera, sepse pasi që nuk munden të merren me këtë, duhet të merren me çështje të tjera, si për shembull çështje më të vogla, siç janë, po edhe ato kanë ndikim në jetën tonë, çështje infrastrukturore për shembull, çështjen e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, çështje për lehtësimin të qasjes institucionale të shqiptarëve në këtë shtet, dhe kështu me radhë. Ndalemi te partitë politike. Kanë takat, kanë fuqi partitë politike tona, edhe fuqi intelektuale edhe strukturore për të krijuar, për të qëndruar në një ideologji të caktuar, të majtë ose të gjatë. Dhe a mund të funksionoj kjo kur dihet se ne jemi dy popull më të mëdhenj në Maqedoninë e Veriut dhe duhet me patjetër të bëhet koalicion me një parti maqedonase për të mbajtur pushtetin ose për të qëndruar në opozitë, dhe shpesh ndodh që ato janë të një ideje tjetër politike. Pyetje shumë me vend, mendoj që partitë politike shqiptare burojnë nga vota e popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilit janë shtet formues këtu, pra flas për popullin shqiptar, por partitë politike shqiptare nuk e reflektojnë atë shtet formim që në realitet janë shqiptarët këtu. Për shkaqe ndoshta të ndryshme, tash nuk e di se cilat janë shkaqet, por për shkak ndoshta të interesave të tyre, të vogla, të ulta, por edhe nga mosdia, padia,
dhe nga mos, respekti ose mos kyçja e njerëzve të cilët njohin thellë, politikën dhe sociologjinë politike, mendoj që nuk reflektohet pra shtetformësimi i shqiptarëve, popullit shqiptar tek partitë politike dhe tek kërkesa legjitime e shqiptarëve për barabartësi, e cila buron nga numri i madh, 40%, mbi 40%, edhe pse në regjistrime jemi shumë më pak për shkak edhe të truqeve të ndryshme edhe të regjistrimit të diasporës dhe kështu me radhë, por ne gjithë e dimë se sa jemi. Po e zëm për shembull ligjin e gjuhës shqipe që është. Mjaft i diskutuar te ne, që flitet tani që gjuha shqipe, nga gjuhë zyrtare po kthehet në gjuhë jo zyrtare. Ne patëm edhe deklaratën e zotit Kurti, i cili tha me të drejtë se gjuha shqipe nuk është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra, nuk ka ndonjë ligj për gjuhën shqipe. Ekziston ligji për 20% të kombit i cili flet një gjuhë të caktuar, por truku i madh është lejimi i këtij ligji të shkojë në Komisionin e Venecias. Siç e dini ju dhe për opinionin publik, Komisioni i Venecias është një komision i cili jep rekomandim për gjitha ligjet. Rekomandimi i atij komisioni është se a korrespondon ligji përkatës me Kushtetutën e vendit. Dhe normalisht që për gjuhën shqipe rekomandimi i Komisionit të Venecias ishte që nuk korrespondon ligji përkatës me Kushtetutën e vendit. Dhe këtu dalim në një dilemë shumë të madhe të thellë që, shqiptarëve diskriminimi i vërtet u bëhet në kushtetutë, sepse në kushtetutë, shqiptarët, ky shtet, Republika e Maqedonisë së Veriut është shteti i maqedonasve dhe një pjesë të kombit shqiptar. Ne jemi një pjesë e një pjesë tjetër. Dhe kur Komisioni i Venecias me të drejtë, që ata nuk njohin realitete politike, etnike këtu, ato vlerësojnë në bazë profesionale. E ka parë, që nuk korrespondon ky ligj me Kushtetutën e vendit, atëherë ka dhënë rekomandim se nuk mund të aplikohet. Dhe mbi bazë të atij rekomandimi, pastaj gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese mund të ngrejë procedurë për abrogimin e atij ligji, pa marrë parasysh se kush është në pushtet, nga partitë shqiptare. Këtë e ka thënë edhe ish kryeministri Zoran Zaev, i cili tha që i keni deklaratat e tij në YouTube, që tha që ne do ta respektojmë mendimin e Komisionit të Venecias. Mendimi i Komisionit të Venecias erdhi dhe gjykata kushtetuese do të thotë ngriti, mbi atë mendim, mori iniciativë të ngrejë, procedurë mbi kushtetshmërinë e atij ligji. Mirë po përsëri hyri ndër sirtar, ajo gjë. U prolongua. Dhe kështu nëse vjen edhe ndonjë qeveri tjetër, kushtimisht themi, mund përsëri ta nxjerrë atë dhe përsëri të kthehemi nga e para. Që do të thotë se bëhen ligje ose flitet për ligje zyrtare, duke na bërë gjithë neve kombit shqiptar një truk të themi në një mashtrim të thellë politik. Profesore, përmendet se klasa intelektuale dhe njohës të thellë të politikës nuk janë të kequr në proceset politike. Pse nuk janë të kequr? Të paktën profesor universitar ose nuk i do masa apo nuk i ftyn partitë politike pasi pazaret politike nuk janë në nivelin e tyre. Shive, profesorët universitar ka shumë premisa për të quajtur profesor ose intelektual. Nuk është vetëm klasa intelektuale, nuk është vetëm të dish, të flasësh dhe të ligjëros para studentëve, por duhet me pas edhe vullnet, kurajo, duhet me pas edhe guzim. Njëri ndër virtytet kryesore të intelektualit është guzimi, për të shprehur atë që mendon dhe atë që ka lexuar në mënyrë të hapur, pa mos u friguar nga askush. Këtu mendoj se është njëra ndër ngecjet e para.
mosgatishmëria edhe e klasës intelektuale për të marrë pjesë në politikë. E dyta, është moskyçja ose mosinteresi edhe i politikës për t'i kyçur intelektualët, të vërtet në partitë politike. Partitë politike, nuk shikojnë këtu te ne, sapo e shoh, nuk shikojnë se cili njeri ka aftësi të bindë masat, por shikojnë se cili njeri me një fletë do t'u çojë një listë votuesish atyre dhe për atë ata njerëz janë më të vlefshëm se sa një njeri për shembull që flet publikisht dhe që ai nuk mund ta di numrin e masës, të cilin e ka bindur. Dhe një problem tjetër është partitë të cilët kanë kryetar, afatgjat, të cilët rrjedhin nga mendësia moniste, dhe kryetarët e tyre janë afatgjat. Ne kemi shembuj të shumë, gati se të gjithë partitë politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që nga fillimi kanë pas vetëm një kryetar. Dhe kur partitë politike kanë vetëm një kryetar, kryetari i tyre mitizohet dhe më pastaj ushtron një ndikim shumë të madh autoritar mbi të gjithë njerëzit, mbi gjithë, njerëzit që i përkasin asaj partie politike, dhe kështu intelektualët mendojnë që nuk mund ta durojnë, këtë presion ose këtë, ndikim të tyre të patjetërsueshëm të udhëheqësisë ose thënë ndryshe të kryetarit të partisë mbi tyre, sepse intelektuali është një njeri i lirë. Pse? Prej 2001, mos më thonë prej vitit 1991, pasi nuk jam njohës i mirë i asaj periudhe, ne për herë kemi të njëjtat probleme. Përfaqësimi i drejtë, përfaqësimi i dobët politikë, probleme për herë ligjore me palën maqedonase, të cilët i nxjerrin në bazë përmisat që i kanë nxjerrur për herë mos njohje e gjuhës, flamurit edhe identitetit shqiptar, në aspekte të ndryshme. Si dilet nga King Kërç? Keni të drejtë. Këto tema i kemi ne prej vitit 2021, prej vitit 2001 deri në 2026. Si dilet nga King Kërç, ose a dilet nga Keni të drejtë këtu, sepse po ti marrish, studimi im i parë është mbi fushatat paraelektorale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po ti marrish fushatat paraelektorale prej vitit 2001 ose edhe më herë, prej pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë të njëjtat premtime. Vetëm merri, siç e thon sot në fjalorin digjital, copy-paste, janë të gjithë premtimet e njëjta, që do të thotë janë dështimet e njëjta. Pra, siç e përmendet ju, gjuha, flamuri, identiteti e kështu me radhë. Në sferën e marrëdhënieve me publikun ekziston, dhe këtë e thotë edhe Marshall McLuhan, një truk që për të mos parë problemet reale të vërteta të shoqërisë, atëherë duhet të mendohet një problem tjetër, i cili qëndron si përpara një aparati fotografik, për të mos e parë malin e lartë prapa tij. Dhe shqiptarët, duke qenë të prekshëm në identitetin e tyre etnik, në flamurin, në kombin, në gjuhën dhe me të drejtë që janë, kur në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka probleme të tjera, të themi edhe më të mëdha se këto, probleme të jetesës, probleme ekonomike, probleme të punësimit e tjerë, atëherë aktualizohen çështjet ndëretnike, të cilët ose të diskriminimit shqiptar, të cilët mbeten të pazgjidhura. Mbeten të pazgjidhura për shkakun se partitë politike shqiptare nuk na kanë përfaqësuar si duhet. Për shkakun se ne nga viti 2001 në kushtetutën e këtij vendit llogaritemi ende si pjesë e një kombi shqiptar, e një kombi tjetër. Dhe kushtetuta e vendit nuk reflekton realitetin, etnik ose multietnik të këtij vendi. Kjo kushtetutë ka buruar që nga presidenti i parë i Republikës së Maqedonisë, Kiro Gligorov, që nëse e lexoni te libri i Femiaganit e ka shumë bukur, intervistën e Kiro Gligorovit dhënë gazetës Nasha Borba në atë kohë,
ku thot që Maqedonia është shtet një etnik, është vetëm i Maqedonasve dhe kushtetuta e parë e Maqedonisë është bërë, domethënë, vetëm për përfaqësim të Maqedonisë. Gjithë lufta tjetër pas saj e shqiptarëve ka qenë, domethënë, ndryshimi në kushtetutë ose ndërfutja edhe e popullit shqiptar, domethënë, në kushtetutë si populli barabartë me Maqedonasit, se ashtu është edhe realiteti, domethënë, po e përsëris disa herë, realiteti i popullit shqiptar në Maqedonisë së Veriut, me kontributin e shqiptarëve që japin në lëmej të ndryshme, në politikë, shkencë, në ekonomi, sidomos me mbushjen e buxhetit, i cili buxheti i shtetit mbushet, domethënë, nga pjesa dërmuese nga shqiptarët ose nga Maqedonia Perëndimore, të themi, dhe është një shifër sekrete në ekonominë e shtetit, se cili qytet kontribon më shumë në buxhetin e shtetit. Pse është kjo sekrete, është, domethënë, për të diskutuar. Populli shqiptar këto troje ka krijuar intelektual. Kemi pasur në anën tonë Arbër Xhaferin, në Kosovë Ukshin Hotin e Femi Aganin. Pse tani nuk kemi intelektual të atij kalibrit? Ose kemi dhe nuk janë të zëshëm? Shifen, çdo kohë, domethënë, prodhon intelektual. Nuk mund të themi se tani nuk prodhohen intelektual. Kemi intelektual të vyrë në gjithë trojet shqiptare, sepse u zgjeruam tani me Femi Aganin e Ukshin Hotin, domethënë, të tjerë. Arbën Xhaferit, i cili ka pasur dhe ai një ide filozofiko-politike. Kemi, por nuk këtu te ne në Maqedoninë e Veriut si duket nuk e kanë gjetur veten ose nuk u është dhënë hapësira për veprim. Sepse, për shembull, në Republikën e Kosovës janë pikërisht këto dy figura, domethënë, të njohura shkencore, të cilët krijuan rrugën për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Pra, në politika është shkencë, po të marrim që nga themelimi i politikës si shkencë, që nga shekujt, domethënë, e 6-7, pastaj mesjeta, pastaj periudha e errët e shkencës, domethënë, gjithë faktet, domethënë, flasin që politika është shkencë, dhe gjithçka që duhet arritur në politikë është me kokë, domethënë, me intelektual, me njerëz të ditshëm, me alternativë, me ideologji, me kërkesa legjitime dhe me mendim të realizimit të atyre kërkesave, se si do të realizohen. Prandaj, këto dy shkencëtarë, njëri sociolog dhe filozof, Ukshin Hoti dhe Femi Agani, janë aktuale edhe sot, po t'i lexosh. Cila është filozofia e atyre dyve? Po t'i lexosh, domethënë, ata, domethënë, Ukshin Hoti e ka vetëm një libër, Filozofia politike e çështjesh kombëtare shqiptare. E ka vetëm një për shkak se e llogaritet si zhdukur dhe normalisht nuk ka pasur mundësi të elaborojë çështje të tjera. Dallimi mes Ukshin Hotit dhe Femi Aganit ka qenë ky që Ukshin Hoti zgjidhjen e çështjes së Kosovës e ka parë me luftë, ndërsa Femi Agani e ka parë në mënyrë paqësore. Si duket, të dyja kanë qelluar, sepse u bë lufta në Kosovë, më pastaj, domethënë, me procese paqësore dhe dialogim, domethënë, u bë pavarësia e Kosovës. Ukshin Hoti ka folur edhe për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ukshin Hoti, për nga ideologjia e tij, është pak, domethënë, të themi, më, domethënë, i thellë dhe më i thutë, e thotë që domethënë, shqiptarët përpara hyrjes në Bashkimin Evropian duhet të bashkohen në një shtet, sepse gjithë domethënë, kjo ndarje e shqiptarëve është artificiale dhe ne duhet t'i kthehemi natyrales. Sepse ka zëra që thonë, jo, ne do të bashkohemi në Bashkimin Evropian, por Bashkimi Evropian i forcon kufit shtetëror. Pra, Bashkimi Evropian nuk mundson bashkimin e shqiptarëve. Po pse kërkohet kjo? Kjo kërkohet për shkak të naturalizimit të shqiptarëve dhe për shkak se nëse shqiptarët do të jenë, domethënë, kombë të cilët do të vetvendosin, siç thot Ukshin Hoti, do të jetojnë në një territor më të gjerë dhe gjithë popujt që jetojnë në një territor më të gjerë janë popull më me ndikim, domethënë, në Evropë këtu ta zëm ose në botë në tërësi. Ndërsa Femi Agani bën një, domethënë, elaborim sociopolitik të gjendjes, domethënë, shqiptare dhe në Kosovë dhe në
për integrim gjithashtu në Bashkimin Evropian, por ka folur shumë edhe për shqiptarët jashtë trojeve, domethënë të Kosovës, për shqiptarët e Shqipërisë, Republikës Shtetit ton am, të themi, të Luginës, së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovsit dhe të tjerë, dhe kruciale të ai është që kërkesa që shteti shqiptar ose Shqipëria duhet të ndihmojë të gjithë shqiptarët kudo që janë për zgjidhjen e çështjes së tyre, sepse edhe të shqiptarët të themi në shtete të tjera zgjidhja e çështjes së tyre ka mbetur peng, por fatkeqësisht Shqipëria nuk e bën atë dhe në qoftë se ju kujtohet, në patronatin e Arvon Xhaferit, në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, organizoi një gamë evenimentesh të titulluar 100 vite pa Shqipërinë, por si duket ky 100 vjetor është zgjatur ende, se nuk e di edhe sa do shkojë, domethënë të zgjatet pa Shqipërinë. Pra Shqipëria tregon një interes mjaft të dobët për shqiptarëve në Maqedoni, Kosovë, po në rajon. Atëherë, një pjesë e bukur e mirë e studimeve tuaja kanë qenë edhe mediat. Po. Si e shihni mediat? Cila është ajo pasqyra e mediave sot në trojet shqiptare dhe veçanërisht në Maqedoni? Media është si një, domethënë, zmadhues i zërit të themi kurrishim të politikës deri te opinioni publik. Pra njerëzit të cilët dëshirojnë që një mesazh ta shprehin, domethënë në një opinion më të gjerë publik, i shfrytëzojnë mediat. Mediat, siç e dini, domethënë kanë qenë nga tradicionale deri te epoka e sotme, e cila është epoka digjitale, mediave digjitale, portaleve, rrjeteve sociale e tjerë. Këtu dëshiroj ta përmend, domethënë, një autor amerikan, sepse studimet mbi mediat, domethënë, më shumë janë në tashmë të zhvilluara në Amerikë, domethënë Andrej Chadwick, i cili, domethënë, trajton dilemën se me mediat e sotme digjitale a kanë zëvendësuar mediat digjitale, mediat tradicionale siç janë televizioni dhe radion apo edhe gazetat apo jo. Ka mendime të ndryshme në lidhje me këtë, normalisht janë të ndarë autorët dhe shkencëtarët, disa thonë se po, por Andrej Chadwick thotë që jo, sepse mediat tradicionale sipas tij e kanë ruajtur autenticitetin e tyre. Pra kur dëgjojmë një radio nuk është njësoj si një podcast për shembull, kur lexojmë një portal nuk është njësoj si një gazetë për shembull ose libër, sepse edhe libri është media, ose kur shikojmë një televizion nuk është një lloj sikur kur shikojmë në YouTube apo një televizion online. Por ndikim të madh kanë mediat sot dhe zhvillim normalisht të madh kanë mediat sot në shpërndarjen më të gjerë të mesazhit te opinioni publik. A e krijen misionin e tyre mediat shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Misioni i mediave, domethënë, edhe sipas Dennis McQuailit, është që të jenë në shërbim të shoqërisë. Do thotë, media duhet të jetë në shërbim të shoqërisë. Normalisht çdo media duhet të jetë kritike ndaj pushtetit. Njëherë në radhë të parë, kritike për gjërat normalisht që duhet kritikuar dhe korrektor ndaj pushtetit, sepse vetë media janë pushtet. Themi pushteti i katërt siç quhen. Por a e kryen obligimin e tyre mediat, mendoj që kjo shumë lë për të dëshiruar. Sepse në Maqedoninë e Veriut, domethënë, tashmë jemi në tranzicion mediatik kudo, si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut, si në Kosovë. Flas për këto vende, por mendoj që edhe në vende të tjera. Tranzicioni, domethënë, ka bërë që të zhvillohet një fluks i madh i mediave, të krijohen fluks shumë mediume, me ose pa pronar, dhe ka vërë përpara një mosdije edhe për zgjidhje ligjore të këtyre çështjeve. Por mendoj që nga ky tranzicion mediatik ose nga ky shtim i madh i mediave,
mendoj që do të ekzistojë një epokë, siç ka ekzistuar në vende tjera të zhvilluara, sepse të konkurrencës brenda tyre dhe të përzgjedhjes brenda konkurrencës së mediave, domethënë të cilat do t'i mbijetojnë kohës ose media të cilat nuk do t'i mbijetojnë kohës, sepse kemi edhe shumë media të cilat prodhojnë lajme të rreme, sepse në botë më nuk diskutohet për lajmet e rreme, sepse dihet definicioni i tyre, por diskutohet për motivacionin e lajmeve të rreme. Cili është motivacioni i tyre, prej nga kanë ardhur lajmet e rreme e kështu me radhë. Cili është rreziku i lajmeve të rreme, keqinformimit e kështu me radhë? Shive, rreziku është i madh, sepse ato ndikojnë, siç e thamë, në opinionin publik. Një gjë jo e vërtet, pra ndikon edhe tek personi, një gjë që trillohet, domethënë kemi shumë raste kur mediat shfrytëzohen edhe për të denigruar ndonjë personalitet. Kemi shumë raste, domethënë fatkeqësisht, ku mediat nëpërmjet pagesave të ndryshme do të bëjnë lajme të ndryshme për të denigruar personalitete ose edhe për të promovuar ndonjë. Kjo është, domethënë, fatkeqësia e madhe sociale e cila burron nga mediat. Sipas disa autorëve, mediat e tilla, domethënë, janë më vrastare se edhe vetë armët reale, domethënë, që përdoren nëpër luftra. Sepse shpifjet e gjërat e ndryshme. Rregullohet kjo? Është e rregullueshme ky defekt? Mendoj që ky defekt është i rregullueshëm nga ajo që quhet vetrregullimi i mediave, pra siç e përmendëm, nga rritja e konkurrencës dhe në rritjen e tyre opinioni publik do të bëjë dallimin në mes mediave, të cilat do t'i shikojë dhe ato që nuk do t'i shikojë. Në një punim timin shkencor, domethënë jam orvatur që të bëj një krahasim të financimit të mediave online, domethënë financimit botror. Ne jemi një ekip që punojmë në lidhje me këtë, me metodologjinë, domethënë se si të financohen mediat, sepse ju e dini që çdo portal, domethënë, financohet sot në bazë të klikimeve që ka. Klikimet do të thotë janë në shumicën e rasteve janë senzacionale dhe jo profesionale. Domethënë, një lajm senzacion që është, do të ketë më shumë klikime. Ne shumë herë shkojmë, klikojmë dhe aty nuk del asnjë lajm, ose del një lajm, domethënë, me 2-3 fjali e kështu me radhë. Pra, në bazë të kësaj metodologjie, e cila është metodologjia e klikimeve, marrin merit portalet ose mediat të cilat ndoshta nuk e meritojnë atë. Dhe ne jemi duke bërë një punim, hulumtim shkencor se si të ndrohet kjo metodologji. Domethënë, se si portalet ose gjithë mjetet online të informimit të mos bazohen në masën e klikimeve, por të bazohen në kualitetin e informacionit që ata plasojnë. Dhe inteligjenca artificiale mund të përdoret pikërisht për këtë, sepse inteligjenca artificiale ka, të themi, inteligjencën që ta dalloj, domethënë, në mënyrë shumë të shpejtë lajmin kualitativ, lajmin e balancuar, lajmin profesional nga një lajm jo i vërtet, i rrem, apo një lajm senzacional që dëshiron vetëm të themi të akumulojë më shumë klikime. Atëherë, zoti Morceli, unë të falenderoj shumë që ishit pjesë të kas dhe biseduam për politikën, mediat dhe filozofinë. Shpresoj që mos t'i ndalni rrugës së studimeve. Ju uroj suksese në të ardhmen. Unë gjithashtu ju falenderoj për këtë ftesë dhe nder që më bëhet në emisionin tuaj të kast, dhe inkurajoj, domethënë, që në vazhdimsi, domethënë, të thirrni ekspert të fushës, të rinj, edhe kur e kam fjalën të rinj, nuk them të rinj në moshë, por të rinj në ide, sepse mund të ketë edhe njerëz më të moshuar që kanë ide, që kanë vizion, sepse siç konstatuam bashkë, te ne mungojnë idet, mungon vizioni dhe shoqëria jonë ka shumë nevojë për thithje të ideve, inovacioneve, ideologjive dhe rrugëve ka të shkojë ajo, sepse për momentin
me të vërtet gjendemi në një udhkryq të pabesueshëm. Kënaqësia ishte jona që ju patëm mysafir sonte. Faleminderit. Atëherë të nderuar ishte edhe ky podcasti i radhës në Tetovanji të Kast. Ju vazhdoni të na ndiqni në Facebook, YouTube dhe në portalin tetovanji.mk.